Gjyshin e keni pa na jena nisë për Brezovic me tregu gabimin që tregon navigimi në Google Map. Google Map është aplikacion që përdoret për navigim, edhe zakonisht njerëzit në search e lypin destinacionin. Në këtë rast është fshati Brezovic, qendra e skijimit, edhe e klikojna Brezovic. Na jena nisë për Prishtinës, tash veç kena ardhur afër Brezovicës, edhe kur e bojna me direction, atëherë neve na tregon që do të më vazhdu edhe 5.5 km rrugë për me mbri në Brezovic. Edhe nëse analizojmë në hartë, fshati Brezovic është shumë edhe 50 metra më nej, edhe këtu është ndamja për qendrën e skijimit. Tash jena te Utkryqi për më u kthy në qendrën e skijimit në Brezovic, por navigimi na tregon që ne duhet të vazhdojmë në drejtimin ku destinacioni Brezovica, që në fakt këtë rast është i gabuar. Dhe ne po llogaritëm që nuk e dim këtë lokacion dhe po përcjellim shtegun deri ku na dërgon Google Map. Për me lehtësu vizitorëve në këtë rast, nëse Google tregon jo mirë, është e rëndësishme që me vendos shenja sinjalizimit pak më tepër, për arsye se janë vizitorë që vinë nga zonat të larta. Në këtë rast mund të jenë shumica nga Shqipëria dhe vende tjera të rajonit, edhe natyrisht do të me pas edhe sinjalistik më të madhe, më të shtume, për me informu ku është qendra e skijimit. Dhe na po vazhdojnë tutje dhe natyrisht kë vizitorët nuk vinë vetëm gjatë ditës, po ata vinë gjatë natës edhe në kushtet e ashpra të motit, domethënë dimrit në këtë zonë. Që kjo e bën e vështirëson edhe më tepër në rast se navigimi është i gabuar. Brezovica vazhdon të mbetet një ndër destinacionet e preferuara për turistët, veçanërisht në stinën e dimrit. Por orientimi për atje shpesh ditë të jetë problem për vizitorët. Orientimi i tyre përmes aplikacionit Google Maps po i dërgon në një fshat tjetër. Tash mbërritëm në destinacionin që na shfaq Google, edhe lokacioni është, siç po shohim, në fshatin Sferc. Dhe këtu turisti që vjen nga larg duhet më nalt edhe me pyet një udhëtar, kalimtar të rastit apo banor tuhet se ku gjendet qendra e skijimit. Në fakt, prapë për i theksoj, koha sot është moti i mirë, po nëse e shtojmë që rruga ishte ngusht, moti jo i mirë me borë, kthimin këto rrugë edhe përshkrimi prapë mrapa është paraqet problem për vizitorët. Ajo që duhet më bona që e pam rrugës deri sa arritëm, është që duhet me vendos shenjat të emërtimit për Brezovic më shpesh për qendër të skijimit, dhe po ashtu, me përvojën që kam edhe rastet të ngjashme që kena trajtu, na do të bëjmë zhvendosjen e fshatit toponimit Brezovic që është i vendosur gabimisht këtu në Google Map, dhe do ta vendosim në lokacionin e duhur ato të kthesa kryqëzimi ku është përndaljen për Brezovic. Ne vetëm e kemi një paraqit pas rastit që e kena pa të portali i Brezovicës, e kena paraqit kërkesën në Google Map, që mu trajtu si rast edhe për mu vendos në vendin e duhur. Brezovica mbetet qendra më e madhe e skijimit, domethënë në Kosovë dhe më e njoftuna, edhe shumë e rëndësishme që të jetë mirë e rregulluar edhe në pjesën e Google Map. Tashmë po ktheheshim rrugës së njëjtë për të shkuar te qendra e skijimit. Nga Sevca për në lokacionin e sakt në Brezovic, turistët detyrohen të bëjnë rrugë prej 21 kilometrash. Për një vizitor që ka ardhur këtu, i vjen që prap duhet mu kthy mbrapa, na veç të më pam një kerë se rruga, edhe pse thash është e mirë, të ka me ngritës që rrshitin pjesën e zbritjes poshtë, na duhet mu kthy prap sërish mrapa, edhe
me udhëzimet e banorëve këto që na thonë do të më kthy 5 kilometra, do të më marrë ndjek shtegun e duhur, edhe po nëse ne kërkojmë në Google Maps si Brezovica Ski Resort, atëherë ajo na jep adresën e duhur për me vazhdu, po nëse ne kemi kërkuar në fillim që është rasti i shumë vizitorëve me emrin Brezovic, atëherë na jena në rrugën e gabuar. Tash na po kërkojna në Google Map me Brezovica Ski Resort. Edhe pe marrëm direction të Brezovica Ski Center. Prej lokacionit ku jena, na thotë që ne do të kthehemi mbrapa edhe të vozisim për 14 kilometra e ashtu. Dragusha ja ka nisur Google kërkesën për të rregulluar sakt orientimin për këtë fshat turistik, për të cilën është duke pritur përgjigje. Tani arritëm në qendrën e skijimit në Brezovic, do të thonë për destinatorët dhe vizitorët që duan të vinë në qendrën e skijimit në Brezovic. Kjo është destinacioni i fundit që dëshirojnë të mbrinë dhe për të shijuar bukuritë e Brezovicës, po fshati Brezovic gjendet poshtë. Do të thonë në pjesën e poshtme ku janë të ndërtuara villat dhe kryqëzimet. Edhe ne kur kërkesën që e kena bën në Google Map për vendosje të lokacionit Brezovic, do të thonë fshatit, është në pjesën e poshtme. Për ata që duan të vinë në qendrën e skijimit, atëherë do të vazhdojnë të ndarja ku ishte kryqëzimi, rrugës sipër deri në qendrën e skijimit. Por ajo që e vrejtëm, ata që gabojnë dhe shkojnë në fshatin Svec, është 21 minuta rrugë apo 14 kilometra. Ky 21 minutë është në kohën kur rruga është e mirë dhe e hapur. Në kushte dimrore, kjo mund të jetë 1 orë ose 2 orë. Problemet të tilla të ngjashme me orientim kena hasur gjithandej nëpër Kosovë dhe jam i lumtur që kena kontribu dhe kena rregullu shumë lokacione të tilla, edhe këtë lokacion që është Brezovica, kërkesa o bo, se që ceka në Google Map, dhe besoj që brenda 2 javë do të bëhet update lokacione dhe do të vendoset tek fshati Brezovic. Fatbardh Dragusha u bën thirrje edhe hoteleve e bizneseve në Brezovic që t'i orientojnë sakt turistët. Derisa edhe faqja zyrtare brezovica.info i ka njoftuar vizitorët për ngatresën që po bëhet përmes Google Maps dhe ka kërkuar që institucionet të bashkëpunojnë me Google për ta përditësuar vendodhjen e saktë. Këtë ngatresë më së shumti e bëjnë vizitorët nga Shqipëria që duan t'i kalojnë vikendet në Brezovic.